për intelektualin që lodhet e përpiqet të shkruaj libra për Shqipërinë, për fatin dhe jetën e saj, për historinë e popullit ton, Fishta bëhet sarkastik dhe këshillon mikun e tij Dom Nocnikaj që kishte anagramin Nak Domonici të heq dorë nga kjo punë. Ti me gjas, Nak Domonici, s'din si hec nga t'jetë si cmici, që po kapesh në breg me pralla? Zotnit gjatë zoti jetën, pa shikoj e Herkuletën, ajo ty ka me të kallëzu se çka t'zit ti ke fitu mjatë bukrën histori që ke shkrujt për mbi Shqipni. Sot në Shqipni mër lumiku, histori ashtë meteliku. Pse për tjetër, për këtë besë, veç si që ti zaval kres, veç si lam ti kryt gomarit të munu për fis shqiptarit. Këtu në Shqipnit gjatë zoti jetën, për valujt vag gjaku letën shilet shtek, e skryhet hall, se kanë zanë shqiptarët atë kangë, aja qenit pia qenit, edhe birë karadyzenit. Prandaj sot, letrar të shkret, poshtë, në fund janë lanë pështet, me i grushtmizan kulet, se me shkrime, stërholime, s'mund jam ushim me njën kuj, veç kot qesim pet lanuj. Po, a e din mërtun gjatë tjeta, pse libra dhe gazeta, pse historie kanë gardnore sot me sot ndërzo shqiptarit, s'qantu e patun kur farzarit? Mos e diq, du me t'kallëzu, në paqëngeti me mligju. Zoti lum, për njerëzit mbar, tu zanë fil në babën e par e dërmand mramin ren e ren, veç 300 dirhem men, se ma te për supat da. Me ka shmen tashmërla, a mund të mushen saj sa koka që për rand, ndoshta i ka toka, besa jo. Përse dhe ashtë ndoj kokë, s'cil si dalin as 6 opi, ose ma 300 dirhem që janë dhamë për njerëz me men. Bre, ma zi, kem pun t'u i shku, se këto men vin t'u paku, ka vin krena t'u shtu. O zoti i madhe që prej empirit shehe një tanë pun të njirit, a i mend lehtit bit e Adamit, me ndimu desh këtë rob t'skamit. Dhe ne i thot, një ditë shënkollit, tu i kundrun për këti trolli, si e s'puna ruzullimit, po bajseri për njerëzimit. Kesu i një herë në kokë, se ata vlazën janë mi tokë, e se sa shfort punë e lëmut, shoqi shoqit mi janë zirë trut, unë kujtoj sa shtjetër sen, që su t'zehet ven e ven, veç pëse ndava vetë pak men. Prandaj, u lutash mbi dhe, e me men ngarko një barë, del t'u shitën kushtun me ble. E shën kolli, kjoft lëvdu, s'ndej hiq t'u ju hutu, po ngarko një bark me men, edhe dule i për gjithë ven. Për gjithë ven e për gjithë fise, e në mbram të udhan shnjën e qiti. Po se ju ulin det sperancat, që i bark tjetër vjen prej Francet. Kish dal djalli me bark, me shit shkarpa në përdhe. U lazanin shqiptari se 2 barkat në të shnjin kanë hi, njena mbush me shkarpat vjetra, me ment holla mbushun tjetra. E ran shqiptar datë herë ku vend tu e folu në ren e ren, shka nërnesë mahet men, dhe e pleqnun se për këtë vend, duen shkarpa, e jo men. E mbathën shkarpat babat ton, e zban ke jo për të nëzon, pse pa të than një plak padam, ku s'ka men do t'ket kam. A e din tash lumë zotnia, pse s'kan fatkan këte mija me sa t'ka 2 historia, pa i shqiptarët thaq kan babe, men e shise mos me ble. Pra zotni, a di çka ban? Hidhi librat pi tavan,
Edhe rima ne pshtet me dur kryq me sy për pjetu njeh miza për milpiza, pse ma të bot por si shumë kuj, ka me t'hec kungli mbi uj, ka me të vu ty barku peta, kan me të bat gjithë tun gjatë jeta. E pse vet do të mirën tande, e ma tepër pse ma kanda që të ndëroj Roma e Stamola, po ti qoj do këshillat holla për me ditë si me jetu, për me ditë si me vozit në portalazet e shekullit ngrit, për nda qnosh me dalu në va, e ndon mjallë s'pata me tra. Në të vetë kush, se qish jeta, mi ke fis si Shqipni thuj, ashtë kuleta.